Besoj që ata kanë pas se cilët televizionën e vetë për me folë për plan programin e tyre, çdo parti politike kanë pas, tash fati tyre ka shku ata dy, si do qoftë tash. Unë mendoj që për dije tash kush është dhe kanë filluar të marrëveshjet politike me ta kom thonë emisionin e kaluar, po ka dikush që mund me na ofendu, për neve nuk e bajmë ato, ne folëm një stan që shihin terren dhe nisëm pe qendrorës, e dim çka ka bëu qeveria e Kurti, që 5 vite e dim çka ka bëu për sovranin, për politikanët, për popullatën dhe që ke ajo saga Kovendit e din gjithë populli çka ka bëu me sagën. I kon votat për Kovendin, duke viktimizuar, i qitin lajthiti opozitën, jam na shancën për me bëhe qeverin, tash dolu madh dhe një mashtrues tipik klasik. Para se me kalu i tënë të qëndorët. Edhe tash rivali kuptot, se cilë me idetë e veta mundot me bind edhe qytetarën asaj komunës dhe për mua nuk mundet dhe nuk lejoj me ato vota, me ato mesit e mia që një rrethën tem, nuk lejoj një dikush prej jashtit me ardhë me ma qeverisë, më kryeqytetin tem, ku kum lind une, baba jam, i ndjerë dhe të gjithë familjarët e mi që 100 vite me ardhë dikush një pak kur një farë efekti, pak kur një farë personali, kërë që me qekën. Une nuk moj me shku dikon me përnu në Prizren, se së një rrethi, se një gjenezën ati qytetit, nuk kom jetu atje mbi 20 vite për pjetë, a rëllat qeko me gjithë respekt, a i ministri suksesën pa i nuk mund me arme qeverisë në komunë Prishtinës, një kryeqytet që se ka pas as idin, as gjenezën e qytetarëve të Prishtinalive, a i se nje, dhe nuk du të me leju dhe s'kan me leju me arme qeverisë. Po votojnë realisht kështu jetën qytetarët se nëse flasim për këtë, urani ka qenë pikrisht që është përmendur si djali i qytetit. Kur të merë urani, qëre dallën tash, ana politike ardhë, do të me zbërthy. Tash urani është rekord për Partisë Demokratike që e ka pru në dekistat. Të gjithë politikanet e PDK-s, prej fatmilimet që konë maj votumin PDK, për qëta kore, po që se kanë lënë me dali parë është diçka tjetër. Dere me tash, PDK-ja kur nuk ka arrit mi marrë në këtë përqindje të vota në kryeqytet. Dijet politika rivalitete të jë, dhe urani e ka prun këtë stat dhe besoj që tash a ka një dënë gjithë të ashme që është e ti personale dhe partisë, po si të qopë në këtë stat me pru PDK në kryqytet të më konë bagi njëri dhe e ka votu urani prapë se ka qenë Prishtinas dhe e ka punu si njëri i qytetit sene dhe me krasu me Zotin Qeku është një dalim shumë i madhë. A i Zotin Qeku mën me jetu që 10 vjetë pasë më dhe, po nuk e njojnë kryqytetas dhe nuk javdin atëfar metodologjin e jetës si kur urani, për shembull, që ka jetu këto dhe jo rasisht i ka morë urani atë përqindjet votave. Dhe kërë suksesi ajtë qelësi. Jetën nuk besoj, veç nëse më shumë shkurt më lidhë të jeton, nuk besoj që ka të bëj me